Cila është një mënyrë që ke mësuar për ta dashur veten më shumë. Shumë shkurt, edhe e tham shumë shpesh, edhe fëmijëve jam tham, se jam nane e 2 fëmijëve, që për me i bind të tjerët me na dashur dhe me na vlerësu, na duhemi me dhënë energjinë që e dojmë dhe e vlerësojmë veten. Dhe është vetëm një mënyrë që e reflektojmë tek tjerët. Nëse veten se respektojmë dhe në vlerësojmë, patjetër që ja japim në dorë mundësinë me na në vlerësu dhe mos me na dashur edhe të tjerë. Kështu që këto e thash se e tham edhe e ndoj shumë shpesh, edhe nuk e zgjedha, nuk bona hile, se i rase e gjeta ato që ka dashta. Po më pëlqen shumë edhe pse jo, duhet me pi kafe me bo një rubrik në emision. Një bashkëpunim që unë një du shumë projektet që punojnë për komunitetin edhe diçka që komuniteti përfiton, si nga ana psikologjike, emocionale, si nga ana e vetëdijsimit dhe ngritja morale e vetbesimit. Kështu që kjo po më pëlqen, ideja hajde folim, për ndryshem duhet me sqaru shumë sakt që s'ka të bëjmë me parti politike, s'ka të bëjmë me fushata politike, e kanë sloganin e njëjtë, po këta e kanë prej 2021-s, kështu që me qëllimin e qartë që është prej 2021-s dhe vazhdojmë. Mos ta përzi me sloganin partijak që po përdoret ditëve të fundit, është thjesht një slogan që është marrë, nashta se kanë ditë. S'po du më gut me fol.